Pastyre e kësaj vije është gjendja katastrofike e Shqipërisë, është varfërimi deri në palcë i saj. Shok, ju lutem, shok. O shok, ta lëm. Ju deri në fund mendimet e vet. Ju ma vërtetuat mendimin tim ma vërtetuat të fshehur në vetvete se Partia e Punës nuk rinovohet në qoftë se ju bëni kështu. Vërtitjet tuaja, jashtë çdo civilizimi dhe jashtë çdo kohe të qytetruar janë pasqyrë e një partie që është shtrirë në shtrat dhe po jep shpirt.